I përshtatshëm për tregtarët ambulant, mjaft fitimprues për fermerët, por po kështu në Shëngjin lulëzojnë edhe suvenirët. Sezoni turistik ka bërë që shumë familje të sigurojnë të ardhurat nga biznesi që zhvillojnë në këtë zonë bregtetare. Ka larmi të zgjedhjeve dhe kjo e bën Shëngjinin të dëshirueshëm, por ka të huaj të cilët kërkojnë akoma më shumë. Orhani ka ardhur nga Hollanda dhe për të muzika e huaj nuk është e përshtatshme në Shëngjin, duke sugjeruar diçka më të lehtë dhe më tepër tradicionale. Gjithsesi për këtë turist, Shëngjini është një zgjedhje mjaft e mirë për këtë sezon veror. So I'm here in Shenzhen and it's very beautiful. Unë jam në Shëngjin sepse mendoj se është një vend i mrekullueshëm. Më pëlqej të shoh Shqipërinë dhe vërej se ka ndryshime të mëdha. Por ajo që nuk më pëlqen në Shëngjin është muzika e lartë, e cila nuk më jep mundësinë për të shijuar qetësinë. Mund të kishte diçka më ndryshe, në mënyrë që të përjetoj freskinë, qetësinë dhe komoditetin e kësaj zone. Të gjithë këto elemente kanë krijuar një diversitet në Shëngjin, të cilën e kanë bërë këtë zonë tepër të frekuentuar. Muaji i gusht është edhe periudha që sjell në këtë bregdet një numër pushuesish të lartë, madje duke krijuar edhe vështirësi në akomodimin e turistëve. Nga hoteli në bulevard dhe më pas në bregdet, është një ndjesi që parapërqet nga pushuesit dhe turistët, të cilët në 2 vitet e fundit kanë trefishuar numrin e tyre në plazhin e Shëngjinit.